Në vazhdimin e seancës konstituive, nuk propozuam një emër për kryetar kuvendi, ndonë se i kemi votat për një gjë të tillë, me qenë se çfarë do konstituimi i kuvendit, pa marrëveshje politike, që do të garantonte qëndrimin në sallë dhe votimin për presidentin e Republikës, pashmangshëm do të na shpjente tek zgjedhjet e reja, të përsëritura, të parakoshme, të parësyshme, të panevojshme dhe gjithsesi të dëmshme. Andaj insistimi ynë i drejtë dhe i dobishëm është që të ulemi, të bisedojmë, të merremi vesh dhe vetëm nga lartësia e një marrëveshje politike dhe nga gjerësia e një marrëveshje midis meje si kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës me liderët e partive të tjera parlamentare, të konstituojmë kuvendin, të formojmë qeverinë dhe ta zgjedhim presidentin apo presidenten e re. Nuk ka kuptim që të mos bëjmë marrëveshje. Nuk ka kuptim që të mos bashkëbisedojmë. Në këto orët e fundit, ndërmjet fillimit të seancës për konstituimin e kuvendit dhe vazhdimit të kësaj seance, unë kam pasur takim, gjithashtu kam shkruar letra që ftojnë për takim, kam shkruar letra që japin përgjigje për qëndrimet në mungesë të takimeve, kam shkruar mesazhe telefonike për të takuar me lider të partive politike dhe unë nuk besoj që duhet të shpallim përpjekjet e dështuara apo të përfunduara. Unë besoj që ne duhet të vazhdojmë të përpiqemi, sepse kështu e kërkon kushtetueshmëria dhe kësaj pret populli i Kosovës prej nesh. Gjykata kushtetuese thot merruni vesh, bëni marrëveshje me aktgjykimet e saj. Qytetarët e Republikës presin që ne të merremi vesh, që të bëjmë marrëveshje. Prandaj edhe angazhimi e insistimi im do të jetë në këtë drejtim. Nëse un kam barrën kryesore dhe përgjegjësinë vendimtare për formimin e qeverisë së re të Republikës Kosovës, si subjekt fitues, Lëvizja Vetëvendosje, me 53 deputet, gjithsej 62 edhe me deputetët e pakicave, konstituimi i kuvendit të Republikës, ku janë edhe nënkryetaret, por sidomos zgjedhja e presidentit ose presidentes, që duhet të jetë shprehje e unitetit të popullit, nuk është përgjegjësi ekskluzive e jona. Nuk do duhej kurrësi të shkojmë në një seancë kuvendi për zgjedhjen e presidentit, ku aty do të jenë vetëm ulset e rreshtit të mesëm, ku është vetëvendosja me partner, me guxo e alternativën, me deputetët e pakicave bosnjake, turke, ashkali, egjiptian, rom, dhe gjithashtu deputeti Nenad Drashić, të vetmuara për ta zgjedhur presidentin e Republikës. Presidenti duhet të jetë mbipartijak, jashtë polemikave ditore, jo në këtë skenën aktuale politike, por një personalitet me karakter të dëshmuar, me vlera e merita profesionale e kombëtare. Prandaj edhe një herë u bëj thirrje kryetarit të PDK-s, Bedri Hamzës, kryetarit të LDK-s, Lumir Abdigjiku, kryetarit të Aleancës, Ardian Gjini, që të bisedojmë duke u takuar dhe duke u takuar të merremi vesh, të bëjmë marrëveshje politike për rrugën e përbashkët përpara, për hir të institucioneve të Republikës dhe popullit Kosovës e ardhmërisë së tij. Ju falenderoj shumë të gjithë juve, të cilët e keni ndjekur me përpikëri
edhe këtë vazhdim të seancës. Më falni, unë ju përgjigjem vetëm nëse bën ta përfundoj fjalën, ose ndoshta jeni me nxitim. Urdhëni. Çfarë do ndodhë pas kësaj seance dhe si vlerësoni protestën e deputetit Tim Kadrive që ju ulën në vezë? Vazhdimi i seancës përcaktohet nga kryesuesi i seancës konstituive, e cila ka filluar, por përfundon atëherë kur zgjedhet kryetari dhe 5 nënkryetarë. Aty do ta ketë një nënkryetar lëvizjeve të vendosje, një PDK, një LDK, një do të jetë i pakicave jo serbe dhe një i pakicës serbe. Pra atëherë përmbyllet detyra e kryesuesit aktual, që është Avni Dehari si deputeti më i moshuar edhe në legjislaturën e 11. Për mua, të gjitha çështjet janë të dorës së dytë ose të tretë, krahasuar me marrëveshjen që na duhet. Prandaj, edhe nëse bëhen aksione të këtilla kundër meje, unë nuk jam këtu për veten time. Unë jam këtu për Republikën e Kosovës. Dhe kërkoj që edhe të tjerët të ulemi bashkë dhe për Republikën e Kosovës të bëjmë marrëveshje. Nëse gjuajtja me vezë dhe goditja e sakos dhe pantolonave të kryeministrit nga vezët që i hedh një deputete, është çmimi që unë duhet ta paguaj në mënyrë që ata të ulen dhe të bisedojmë bashkë e të dialogojmë, jam i lumtur ta paguaj këtë çmim. Vetëm le të vinë takim, vetëm le të ulemi, le të bashkëbisedojmë. Unë nuk ankohem që ata hedhin vezë, unë ankohem që ata s'duan të takohen. Unë nuk jam antar i gjykatës kushtetuese, nuk kam ambicie të tilla. Gjykata kushtetuese ka dhënë aktgjykimin e të kaluarën. Më duhet ta pranoj që të gjitha aktgjykimet e gjykatës kushtetuese nuk kanë koherencë të plotë, nuk kanë konsistencë juridike, por ato janë aty. Interpretimet i bën gjykata. Vendimet në formën e aktgjykimeve i bën gjykata. Kryesuesi e ka thirrur vazhdimin e seancës dhe unë jam përgjigjur. Kur të na thras herën ardhshme, unë po ashtu do të përgjigjem. Zoti Kurte, domethënë, kuvërtari për opozitës me votuar një president. A ka një moment në historinë parlamentare të vendosjes që ju jep një votum tash partiva opozitare një kryeparlamentar ose një president? Së pari, unë nuk kam kërkuar që ta votoj një president tonin. Ju e dini rezultatin zgjedhor. Lëvizja Vetëvendosje 53 deputet, Partia Demokratike e Kosovës 22 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 deputet, Aleanca 7 deputet. Partitë opozitare së bashku 47 deputet. Lëvizja Vetëvendosje 53 deputet. E përkundër kësaj, ne nuk insistojmë që Glauko Njufsa të jetë presidenti i Republikës. Përkundrazi, Glauko Njufsa ka tërhequr kandidaturën e vet që t'i jap shans një kandidati konsensual, gjithë përfshirës, shprehje e unitetit popullit. Prandaj nuk është e vërtetë që ne po kërkojmë nga PDK, LDK e AK ta votojnë për president një kandidat të vetëvendosjes. Ne po themi le ta gjejmë dikë gjithë përfshirës. Prandaj pyetja juaj është e bazuar mbi një premisë që nuk shëndron. Unë jam i gatshëm, i vullnetshëm, i interesuar për takime dhe bashkëbisedime që sjellin marrëveshje një orë e më parë. Ne nuk kemi ndërmjetës në komunikim. Me kryetarin e PDK-s, Bedri Hamzën, nuk komunikojnë sekretarët ose asistentët tonë. Njësoj me kryetarin e LDK-s, Lumir Abdigji. Njësoj me kryetarin e Aleancës, Ardian Gjini. Unë me të gjithë këta komunikoj drejt për drejt, por kemi nevojë për takime, për marrëveshje, në mënyrë që, kur do të vim sërish këtu, bashkë me juve, për pak muaj, të mos vim në një seancë për zgjedhjen e presidentit, ku edhe një herë
kolona e mesme me rreshtat e vetëvendosjes të pakicave është përplot, e 2 kolonat e ulëseve të deputetëve anash janë të zbrasta dhe krejt çfarë duhet të themi është filloi fushata e re për zgjedhjet që nuk mund t'i quajë të reja. Është përsëritje e tyre. Pra duhet ta evitojmë këtë gjë. Nuk është se ta zëm, unë po kërkoj marrëveshje politike për një president pas 2 vjeç. Po kërkoj marrëveshje politike për një president pas 2 muajsh. Se 2 muaj ke maksimum. Ne duhet merremi vesh tash. Po të ishte zgjedhja e presidentit në vitin 2027 ose 2028 edhe më mirë, atëherë do të mund të procedonim me njëherë. Me njëherë mund të zgjedhim edhe kryesinë e kuvendit, pas kryetarit, edhe qeverinë e re. Por e kemi pas 60 ditëve e kemi presidentin. Ç'a të bëjmë? Nuk mund të shtiremi që është e paparashikueshme. Dihet tashmë, sepse me metodën e njëjtë nuk mund presim rezultate të tjera. Andaj ju bëj thirrje edhe një herë udhëheqjeve të PDK-s, LDK-s, AK-s, që të takohemi, të diskutojmë e të merremi vesh, sepse nuk ja vlen as për buxhet, as për shtet, as për popull, përsëritja e zgjedhjeve, ku edhe një herë i shtypim programet e njëjta zgjedhore. Vetëm numrat po ndryshojnë në flet votim. Nëse neve asaj s'na ndryshoj. Vetëm numrat po ndryshojnë flet votim. Programet e njëjta, njerëzit e njëjtë. Cili është kuptimi me i përsërit zgjedhjet? Edhe nëse bisedoni me udhëheqësit e partive të tjera politike, unë jam i bindur që u thonë që nuk janë për zgjedhje. Po si është e mundur që nuk janë për përsëritjen e zgjedhjeve, e në anën tjetër ne jemi duke shkuar me intensitet në drejtim të tyre. Andaj po them, le të merremi vesh, kemi kohë, por duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht atë. Ne kemi filluar takimet me ta dhe siç e kam theksuar edhe dje, ka një shpërputhje drastike midis rezultatit zgjedhor dhe kërkesave ndaj neve. Ne kemi 53 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës i ka 18 deputet. Unë nuk them që marrëveshja politike me qenë identike me rezultatin zgjedhor, por duhet jetë e përafërt. Andaj na duhet një marrëveshje që reflekton rezultatin zgjedhor. Sikur rezultati zgjedhor për marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës t'ishte një rezultat i para 2 viteve, atëherë njeriu do të mund thotë, ndoshta situata ka ndryshuar dhe zgjedhjet e radhës janë më afër se ato të shkuara, po është rezultat i para 2 muajve. Nuk mund të abstrahojmë as deformojmë rezultatin e para 2 muajve. Por ajo që është jetike tash, jo vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe PDK-ja, edhe AK-ja, si përfaqësues të popullit në përgjithësi e të votuesve të tyre në veçanti, duhet të dialogojnë me fituesin e zgjedhjeve, me kryeministrin në detyrë. Faleminderit.